Më lejo të shikoj. Ende nuk kam mbaruar, Sara. Vetëm një herë. Të lutem, më lejo të shikoj vetëm një herë. Të thash jo. Kujdes. Të kërkoj falje, Antar. Shiko Antarin sikur të jeti befasuar. Antar, a u hidherove nga unë? Sa qesharake është kjo. Pas vdekjes së babait, Enesi mbeti jetim, ndaj jetonte i vetmuar me gjyshin e tij. Nëna e tij u martua me një burr të pasur, por me zemër të keqe, që nuk kishte mëshirë në karakterin e tij. Hikmeti, babai i motrës së Enesit, nuk e lejonte që të qëndronte e të luante me motrën e tij, sepse gjyshi i Enesit ishte shumë i varfër. Sa e bukur kjo lule. Sara, ç'bën këtu? Selamu aleikum, Xhaxhi Hikmeti. Babi! Sara, mbrëmje po afron dhe ti duhet kthehesh në shtëpi. Nëna po të pret për të bërë darkën. Si urdhëron, babi? Selamu aleikum. Ktheva. Selamu aleikum. Wa aleikum salam. Darka është gati. Si është Sara? Mirë. Ku është nëna? A nuk do të haj dark me ne? Biseduam pak dhe vendosit mos darkoj me ne, me që nuk është e uritur. Bi, ti e di se atë nipën e qumëshitësit nuk duhet ta shoh në shtëpinë apo në pronën time. Si po kërkon për një nënë që të mos luajnë fëmijët e saj së bashku? Ti e bia ime dhe ai është nipi i qumëshitësit. Por, Enesi është vëllai im për një gjaku. Mirë, atëherë le të mbështetemi Allahut. Gjyshi, ç'ke? Gjyshi. Asgjë, i ftohti i mëngjesit ndikon në plagën e vjetër. Mos u brengos biri im. Selamu aleikum. Urdhëro. Adil, Hamza. Eja!
Do të merrem unë me këtë. Shko birë, luaj pak, por mos u largo. Shumë faleminderit, gjysh. Shkojmë në shes. Le të shkojmë në shes. Afshe keqe! Pse u dale? Ashtu pra kuku, ndimoj të zgjohet. Sjellja e tij ka filluar të ndryshosh. Assalamu alaikum. Wa aleikum selam. A është gjyshit këtu? Po, këtu është. Gjyshi! Gjysh! Mi se vjen, hani. Dëgjo, e dua qirane këti muaj tani, me njëherë. Ende vazhdon të ruash fotografinë e zonjës Leila? Do të hidherohet zotri Hikmeti kur ta marrë vesh këtë. Prandaj nuk do të ketë përfundim të mirë për ty dhe gjyshin tënd. Ti po e vendos në një vend që nuk e meriton dhe e ke shkruar emrin e saj në një copë dërrase. Apo ndoshta nesër do ta gjejmë emrin e saj të shkruar në muret e fshatit. E zotëri Hikmeti e di se unë ua kam dhënë shtëpinë me qira. Do të më futni në bela. Kam qerane gjysmës së muajit. Po të shtohen borxhet o plak. Sa po ju më shiroj o të gjorë. Ndihmoj gjyshin, por ndryshe do të nxjerr nga shtëpia. Kuç, 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 kuç. Dëgjo biri im, kjo është nëna jote dhe ti ke të drejtë ta ruash fotografinë e saj. Ajo është nëna jote, ti meriton ta duash aq sa dëshiron dhe respektoje aq sa ke mundësi. Por, gjyshi... Ka kaluar shumë kohë nga vizita e fundit që ishim në qytet. Po, që prej Bajramit. Çfarë do të blejmë? Ku do të shkojmë? A do të shkojmë në librari për të blerë mjete për bukur shkrim? Nëse do Allahu, do të prezantoj me pronarin e dyqanit.
Enesi dhe Sara shkuan në librarin ku shiteshin mjete vizatimore të cilën Enesi e vizitonte për të marrë fletë vizatimit përdorura. Hajde, Sara! Antar, na prit këtu. Selamu alejkum. O aleikum selam. Shoh se ke sjellë edhe një blerës të mirë si ti? Të faleminderit. Më trego, a e ke fare fis? Po artin, a e don artin? Po, kjo është motra ime nga nëna. Kuptova. Urdhro. A janë këto fletat të përdorura? Ti do të shkruash dhe vizatosh në anën tjetër? Xhaxhi Adili gjithmonë kujdeset ti ruaj fletët e përdorura dhe të mi dhuroj. E unë pastaj kujdesem për tjetrën. Fillimi i cili ngjan punën së një arkitekti. Bukur. Urdhro. Allahu të shpërbleft, Xhaxhi. Et, Zotebel! Përse u ndale? Et, lëviz! Et, Zotebel! Et, lëviz! Et! Kafshëqe! Et! Et! A ishte njëri i ndershëm dhe shumë i mirë. Ç'ke Antar? Antar, ti je? Eja këtu. Sa çudi, ha? Ha, ha, ha. Anturi! Ti je ai? S'ma merr të mendja që ti ishe gjallë. Sa mirë që po të shoh edhe një herë. Anturi! Enes, kush është ky? Unë jam pronari vërtet i Antarit. Jam kujdesur për të që kur ishte këlysh. Por iku nga unë e prej atëherë nuk e kam parë më. Ec, Kryenic! Ec! Ndal, nuk do të lejoj ta marrësh prej meje. Nuk do ta marrësh nga ne. Enes, Ec, Kryenic! Ec! Ec! Hej, kalamaj! Theni karrocën! Shpejto, merre Antarin për në fshat. Shpejto, Antar. shpejto Antar, shpejto. Shpejt, shpejt. Dalu, vajz, dalu! Enes, a ndihesh mirë? Shpejto Antar, shpejto. Hej! Hej! Kurse ka menduar se qyteti është kaq i këndshëm. O, qa qefi! Çështja ende nuk ka mbaruar.
Enesi atë natë nuk mundi të flinte, e kjo shqetësoi gjyshin e tij. Gjyshi, Flibir. O djalosh, ku je? O djalosh, ku je? Hape derën, ku je? Dëgjo, më jep qenin ose paret, se për ndryshe do të akuzoj për vjedhje. Mendoje mirë këtë çështje. Më jep qenin ose paret. Dëgjo biri im, erdhi pronari i qenit për ta marrë, por unë ja bleva me të gjithë të hodhat që kishim. me të vërtetë e ke bler? Shkëlqyshëm. Me punon në fush, nuk mund ta besoj këtë. Para mendosë të ri, sa su çmenda kur e pash këtë pamje. Fillova të qaj. Vaj si kjo të mbajnë me duart e saj, të buta, bare të ngarkoj karrocën. Unë këtë nuk ja besova syve. Do ta rregulloj vetë këtë çështje. Dëgjova se ke shkuar në fush dhe ke punuar në vend të qumëshitësit. Nuk më gëzoj as pak lajmi kur më thanë se vajza ime punon si hamalle. Kush ta tregoj këtë? Unë vetë me dëshirë ndihmova gjyshin Oman sepse e kapëm dhimbjet. E kuptoj, Enesi të imponoj ta ndihmosh. Nuk është e vërtet, babi. Do të transferoj në shkollën e qytetit. Do të veproj çfarë të duash, por në asnjë mënyrë nuk do të ndahem nga vëllai im. Selam aleikum, gjysh. Walekum selam. Më fal që nuk po të ndihmoj. Kujdesu për veten tënde, biri im. Allahu të ruajt. Selamu aleikum. Ti këtu? Mashallah. Veshja shkollore të paskahije. Kujdes, do të bëhesh pis. Le të bëhen. Çfarë ka ndodhur? Je hidhuruar? Do të më marr malli për ty, gjyshin dhe fshatin. Taksia po më pret. Nëna donte që të vazhdoja shkollën e fshatit, por babai refuzoi me të madhe. Ai është babai im e më duhet ta respektoj. Unë jam e hidhuruar me fatin tim. Nganjëherë është shumë i vrazh ndaj meje. Por çfarë të bëj Enes? Ai është babai im. Enes, më vjen shumë keq që nuk do të mund të vazhdoj mësimin e Kuranit me ty. Do ta zëvendësojmë ditën e premte pas namazit të xumas. Dhe pas mësimit mund të luajmë në kopësht. Mbështetju Allahu dhe kujdesu për mësimet, motër. Bëj lutje që të kenë sukses. Ika, ata po më presin mua. Selamu aleikum. Wa aleikum selam.
Javën e ardhshme në komunë do të shpallej konkurs për artet figurative. Sufjan, a do të marrësh pjesë në konkurs? Nuk besoj se edhe ti planifikon të marrësh pjesë. Përse? Pjesëmarrja është e lirë, kushdo mund të marrë pjesë në konkurs. Ngjyrat e telajo kushtojnë shumë. Këtë vit kanë kushtozuar të jetë telajo prej pëlhure e jo letër e thjeshtë. I shkreti, gënjen mendja se do të marrë pjesë. Ndoshta mund të blej një telajo prej pëlhure me një çmim të lirë. Nëna ime do të krenohet dhe do të gëzohet kur të marrë çmimin e parë. Ndoshta burri i saj do të lejohet në shoh. Eselamu aleikum, Gjyshi. Wa aleikum selam. Eselamu aleikum, Xhaxhihani. Nuk mund të pres më shumë, e dua qëran me njëherë, ose të të nxjerr nga shtëpia. Po shkoj të laj enet të qumshtit. Muajin e kaluar ke paguar gjysmën e muajit. Nëse vazhdon kështu, përgatitu për të ikur. Të telajo tek një klient im. Si urdhëron? Enes! Ku po shkon? Deri te shtëpia e një klienti të Xhaxhi Azizit. Prit pak, të shkojmë së bashku. I lartësuar është Allahu, sa shtëpi e madhe. Nëse biri i kësaj familje merr pjesë në garë, do të fitoj. Sufjan, arriti telaja. Mallësia është e mirë, shpërblej hamalli. Si urdhron? Allahu ta shpërbleft. Këto janë për ty. Do të vizatoj në telajo për pëlhure, do të vizatoj në telajo për pëlhure. Do ta sfidosh Sufjanin? Inshallah, o Adil. Fëmijë i talentuar. Allahu e ndihmoft. Dakor, kështu bra. Ha? Çfarë? Zonja Leila viziton qumëshicin? Allahu të shërof gjyshim, urime për Ramazanin. Je bërë madhe bi dhe duhet të agjërosh. Do të agjeroj me lejen e Allahut. Si jeni? Falenderimi i takon Allahut. Jemi mirë. Kemi ardhur që të shohim si je. Allahu ju bekoft. Ti po më rrit birin tim, që jam privuar për të kujdesur për të. Çfarë dëshiron? Më informuan se insiston të më takosh. Mos mendo se unë i dua, thashe themet. Fol, nisje nga të duash, vetëm shpejto. Është çështje e rëndësishme, por nuk di nga t'ja filloj. Nisje nga të duash, vetëm shpejto. Fol. E kam parë zonjën Leila, duke vizituar qumëshicin. Ishte bashkë me Sarën. Bante me vete dhurata. Ndoshta e viziton sepse për disa ditësh është i sëmur. Mjaft më. Nuk lejoj që familja e qumëshicit të shkatroj familjen time. Kaluan ditë të vështira. Zotri Hikmeti e ndaloi vajzën e tij ta vizitojë Enesin. Edhe në 10 ditët e fundit të Ramazanit nuk e
Selamu alaikum. Wa alaikum selam. Pastroj duart dhe fytyrën dhe eja të ham iftarin. Ti I vrazh në Enesh. Ky është muaji I mëshirës. Ai është djali im. Unë nuk jam I vrazhd. Mund t'i therrasësh. Mund t'i ftosh nesër në iftar me banorët e fshatit. Dërgo dikë për t'i ftuar. O Allah, dëshmoj se e një I pashoq dhe se Muhamedi është I dërguari yt. Zgjohu djalim, zgjohu për të ngërë në syfyr. Ti pa punon jashtë mundësive. Allahu të ruaj birë. Ai është biri im. Ai është pjesë e ime. O Allah, mos e privon nga dashuria e nënës. Allahu kujdes për ty, o birim. Babi do t'i ftoj personalisht. Ti je babai më I mirë në botë. Të bëft mirë si fyri. Selamu alaikum gjesh. Wa alaikum selam. Si shkon me agjerimin? Ramazani është muaj I Kuranit dhe duhet të shfrytëzohet në maksimum, gjithashtu duhet të përqendrohesh në mësimin përmendës të ajeteve. Falënderimi takon Allahut, shumë lehtë. Sa do të gëzohet Enesi kur të shoh. A ke kërkuar leje nga babai për të na ftuar në iftar? Sigurisht gjesh, ishte propozimi I tij. Falenderoje baban tënd në emrin tim. Sigurisht gjesh. Allahu të bekoft bi. Babai yt është njeri I moralshëm. Ndoshta e ka kuptuar gabimin. Selamu alaikum gjesh. Sara, bëhu motër dhe bie ndershme dhe besnike ndaj familjes tënde. Si urdhëron gjeshi? Le të jetë mbrojtja e Allahut mbi ty. Selamu alaikum. Ditën e fitër Bajramit, Enesi me gjyshin u nisën në qendër të fshatit për të falur namazin e Bajramit. Xhaxhi Mahmudi tha se banorët e fshatit do ta falin Bajramin në shesh. Përse jo në xhami? Namazin në shesh të fshatit është simulues gëzimi dhe hareje birim. Falënderimi I takon Allahut, I cili na ndihmoi gjatë agjërimit. Gjysh, duhet të kthesh në shtrat. Birim, vitet kalojnë shpejt. Enes, në Bajram njerëzit vizitojnë farafisin dhe urojnë njëri tjetrin. Me njëherë pas faljes së namazit të Bajramit, dalin në treg shumë shitës e mëlsirash, tullumbacash, lodrash e shumë gjëra të mira. Gjysh, çfarë ke? Do të kthehem vetë. Gjysh, të kthehemi në shtëpi. Mund të ftohesh pak këto. Mos u brengos, do të jem mirë. Inshallah. Gjysh, nuk do të vonohem. Do ta shes tër qumshtin, mos u brengos. Allahu të ruajt birë. Enesi e shiti tër qumshtin dhe u kthye në shtëpi para muzgut. Ai është Enesi. Enes! Selamu alaikum teze. Elhamdulillah që po të shoh para udhëtimit. Nëna do të shkojë në haxh si vjet. Allahu ta pranoft haxhin teze. A do të udhtosh që tani drejt Qabes? Jo. Do të qëndroj një kohë në qytet. Pastaj do të udhtoj për në haxh me Dajën. Ja urova gjyshit tënd Bajramin. Ai ka nevojë për kujdesin tënd. Do të kujdesem për të. E di shtëpinë tonë në qytet. Mos ngoro të vish nëse ke nevojë për gjë. Do të më marr malli për ty biri im. Mos më harro në lutjet e tuaja, e veçanërisht kur të shikosh Qaben. E di shtëpinë tonë në qytet. Selamu alaikum. Wa alaikum selam.
Mos harro të ujtë fidanët e rushit. Mos harro Enes. Kujdesu për gjyshin. Atë natë, ju shtuan dhimbjet gjyshit Numan. Gjyshi, darka është gati. Shiko, të kam sjell një ëmbëlsirë nga qyteti. Nuk jam i uritur. Vazhdo ti. Gjysh, të kujt janë këto lule? I kam mbledhur në mëngjes herët. Ti ke mbledhur këto lule? Ke shkuar në fush në këtë të ftohtë të acaruar? Po kthehesha prej xhamis pas namazit të sabahut, pash që sapo kishin çelur dhe i mblodha. Jepja mamit tënd, sepse ajo pëlqen shumë këtë lule. A do t'i marr? Nuk do t'a lejoj burri i saj. Ishte për t'u habitur atë ditë, kur na ftoi për iftar në shtëpinë e tij. Gjysh, ushqimi është gati, urdhro, ja të ham gjysh. Nuk mundem. Nuk do t'hapa ngrënë ti i pari. Ndjej dhimbje. Gjysh, nesër do të bëhesh më mirë, inshallah, dhe do t'u aurosh Bajramin të afërmve. Gjysh, Gjysh, çfarë ke? Pusho tani Gjysh. Enes, të këshilloj të kesh frikë Allah, kujdesu për namazin dhe agjerimin. Duaj Allah. Qetësohu tani Gjyshi. Enes, dëshiroj të qëndroj me ty, për ky është caktimi i Allahut. Vdekja është realitet. Kujdesu të marrësh dituri sa më shumë, sepse dituria është privilegj. Inshallah, do të jap mundin maksimal. Por mos më lër vetëm tani. Mos më lër vetëm tani Gjysh. Vdekja është realitet, birim. Po të lë një amanet. Mos harro të kujdesesh për namazin dhe të lexosh Kur'anin, sa ai është udhëzues dhe udhërrëfyes. Inshallah Gjysh. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahut. Gjyshi. Dhe deklaroj se Muhamedi është i dërguar i tij. Gjyshi. Ashhadu an la ilaha illallah. Enes, ku është Gjyshi? Gjyshi ka vdekur dhe të na të këndon.
kujdestar, pa baba, pa nën, pa motër, pa vëlla, Enes, i vetëm në mes të 4 udhëve. Kam gjetur afër urës. Vallë, e kujt mund të jetë? Duhet ta gjejmë patjetër pronarin. Patjetër. Dikush nga fëmijët të fshatit e ka humbur. Do ta kërkoj pronarin që t'ja kthej. Të lumt. Më trego, çfarë do të vizatosh për në konkurs vëlla? Mendoj të shkruaj emrin e Allahut me shkrim të bukur, por nuk kam filluar. Ende nuk kam vendosur. Diçka po muton nga brenda. Kam një parandjenjë se pjesëmarrja në këto konkurs do të më ndryshojë rrjedhën e jetës. Ndoshta do të shkruaj një ajet kuranor, apo ndoshta do të vizatoj gjyshin, sepse më mungon shumë. Po lëviz. Po lëviz. Sa qef, ndjesi të fluturoj. Këtu diçka nuk shkon. E kam dëgjuar babin duke thënë se mulliri është i prishur. Duhet i hedh vaj? Po pse ti bëj unë punë të vështira? Do të dërgoj mekanikun, po kështu është më mirë. Mulliri! Qarë! Pejtoni! Pejtoni!
ilahi. O Zot, u dojq mulliri. Hasbuna Allah, wa na'mal wakil. Allahu është ndihmësi më i mirë. Largohuni, po bien flatrat. La hawla wala quwwata illa billah. Po si ka ndodhur zjarri? Unë e rregullova këtë. A mund të jetë neglizhenca shkaku i gjë kësaj rrëmuje? Po të mos më gënjej zemra, zjarri ishte qëllimisht. Qau, ti qilimi? Përgjigju pyetjes, kush e hodhi flakën mullirit? Përgjigju. A ja vure ti flakë mullirit që të hakmerresh ndaj meje? Ka menduar se edukimi i qumshicit do të jetë i mirë, por ti je vetëm kopja e tij. Kërkoj mbrojtje prej Allahut. Si po më akuzon? Ti je babai i motrës sime. Je në vend të babait tim. Të kam parë duke dalë prej mullirit të mëngjes. Ç'po thua? Ti dëshiron të më shkatrosh. Nuk do ta lejoj këtë. Mami. Mos thirr mami. Ajo nuk dëshiron të ketë djalë të keq dhe të mbrapsht si ti. Harroje që është nëna jota dhe se ke motor. Në çdo bela, mirësi gjithmonë. Unë do ua kthej të gjithë dhe dritin, vetëm me kush që të mos I shisni këtij huligani me qumësht. Mundimi të ka, regimi dritës, do të lindë prap, bëj mirësi. Padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Nuk ma merrte mendja se banorët e fshatit do të silleshin kështu. Ndihmësi më I mirë është Allahu. Sa ndihmës I mirë është Ai. Në errësirën e natës, zonja Leila bënte lutje për djalin e saj, që Allahu të jetë kujdestar dhe ndihmës I tij. Bëhu I but, ashtu si ti, dhe tjerët vujnë, në asnjë mënyrë, mos bëj fesat, ndi që udhën që të bën, të lehtë mbi sirat. Zoti I madh, pranon duat, me munde arrin, ti që do qëllim, mos e ndi që të rin, se pëson disfat, ndi që udhën që të bën, të lehtë mbi sirat. Vazhdo duro, në çdo bela, mirësi gjithmonë, ti ke me pa, sa herë që ty mundimi të kap, vegimi dritës do të lindë prap. Bëj mirësi me fëmin jetim, dije Allahu shpërblen panda, bëhu I drejt në çdo gjykim, xhennet do të shtyn I madhi Allah.
Nuk shes qumësht, e ka blerë zotri Hikmeti. Allahu është furnizuesi. Prej sot nuk do të shes më qumësht. Nuk do të lodhesh më antar. Nuk do ta mbajtër këtë dënim, i cili shijohet. Nuk mund të veproj mos gjë. I gjori. Nuk u dëshpërua Enesi me tërë këtë dënim, por përkundrazi, u bë i zellshëm në punën e tij për ta përfunduar punimin e tij për konkursin e pikturës. Shpresonte që të hollat të cilat do t'i fitonte, do t'i mjaftonin ta shtynte dimrin. Elhamdulillah, e mbarova. Shiko antar, të pëlqen? Të kam vizatuar ty dhe gjyshin. Nëna ime e dashur, çdo herë kur më godasin vështirësitë, më kujtojnë këshillat e tua dhe të gjyshit, i cili më edukoi në mënyrën më të mirë. O Allah, të lutem, më mundëso të ndjek gjurmët e tij. Bor! Subhanallah! Më ndiq! Do të mësoj më shumë që ta përmirësoj bukur shkrimin. Do të vazhdoj shkollën në qytet. Enesi vendosi të shkonte në qytet pasi të mbaronte dimri dhe shpresonte që zotri Hani t'i jepte afat deri në pranverë. Nëse nuk mund të paguar që del nga shtëpia. Unë nuk jam shoqat humanitare. Do të paguaj me lejen e Allahut pas mbarimit të konkursit. Çfarë? Konkursin e komunës? Atëherë do të paguash paradhënie për 2 muaj. E nëse nuk paguan, do të dëboj. Të shikojmë se çfarë më ka sjell nëna. Ëmbëlsira! Në hollin e komunës u mblodh komisioni i posaçëm për të vlerësuar punimin më të mirë. Është i qartë se ka dallim të madh midis pjesëmarrësve. Atë tablo e ka vizatuar Sufjan Tenuri, djali më i vogël i zotri Kemalit. Është e dalluar edhe pse është e madhe. Ndërsa unë votoj tablon me plakun afër qenit. A nuk e shikoni se ai i cili e ka vizatuar nuk ka përvojë akademike, por ka zgjedhur temën butësia me kafshët, një çështje të cilën ne e kemi harruar për t'i edukuar fëmijët tanë me të. Ky është mendimi im. Ju thoni tuajën. Zgjedhja e tij është e mirë, por nuk besoj se mund të jetë më e mira. Ky fëmijë ka ide të përzgjedhjes së temës. Atëherë ta votojmë. Fitues është Sufjan Tenuri!
Shpejto, Hani. Pa tjetër duhet të kenë rrugës. Ato janë paratë e fshatarëve. Shpejto! Hape derën, Sara. Ndoshta është kthyer baba yt. Enes? Saras, pa tjetër këto të holla duhet të jenë të babait tënd. I ka gjetur antari në borë. Po, kjo është vula e babait tim. Mami, eja! Allahu ta shpërblef djalim për këtë besnikëri. Sa krenohem unë me ty. Allahu e mëshirov gjyshin tënd. Duart i të ftohura, do të sjell diçka të ngrohtë. Ulu afër zjarrit derisa të kthehem. Gëzohu, do të krenohet nëna me ty para babait tim. Sara, nuk jam ai me cilin krenohet. Kam humbur në konkursin e pikturës. Bëre ai sa patë mundësi. Do të shkoj në qytet. Mos u dëshpëro, ti ke prirje. Allahu nuk do të humb mundin tënd. Do të jetosh me ne. Ai nuk do të pranoj. Do ta bind unë. Sara! Si urdhëron mami, erdha. Do të bëj ato që kam vendosur. Do të mbështetem tek Allahu. Nuk do t'jem pengesë për mamin tim. Tani mora fund. Mbështetëm Allahu të fuqishëm. E ku gjetë këto para? Ë? I solli Enesi. Kush? Ku i gjeti dhe kur i solli? I kishte gjetur Enesi në mëngjes dhe i solli. Pastaj u largua nga shtëpia. Po, babi. E kuptoi gabimin ndaj gruas dhe birit të saj. Ndaj u mundua ta ndreq këtë gabim. E kërkoi Enesin kudo, por nuk e gjeti. Enesi kishte arritur në qytet për të filluar një jetë të re. U regjistrua në shkollë, mësonte ditën dhe punonte në mbrëmje për të kujdesur për